Kur lexoj për 50 milion dollar apo 100 milion dollar për Shkodër, më thanë drejtën, them sahati hajrit. E pas kanë mendu i herë për Shkodërin e gjatë. Problemi është pak më ndryshe. Porta Alpeve presupozon që të paktën të çon një autostradë deri tek porta. Kështu e mendonin besoj edhe jo. Problemi është se Shkodra, qyteti hyrës i Veriut, ende nuk ka një autostradë me Tiranën. Dhe më thënë, këto ndërtojnë emrin për para rrugës, propagandën para infrastrukturës dhe sloganin para zhvillimit. Në Shkodër kësa i thonë Andran Beze, po kjo pak rëndësi ka. Për para se të vija këtu, po lexoja një lajm. Ka pas parlamenti, një kryetar parlamenti që quhej Skënder Gjinushi. Kishte një takim sot në Shkodër, në Universitetin e Shkodrës, dhe më rriti me shumë vonesë. Dhe kërkoj të falur. Tha jam nisë në ora 9 nga Shkodra, nga Tirana, por as në 12:30 nuk kam rritë Shkodër. Megjithatë tha, kjo ishte për shkak të trafikut të madh, dhe më thanë, sa më shumë trafik, aq më shumë zhvillim e presupozojnë këta. Është goxha vizion. Interesant. Paketa maleve, si edhe fondi për portën e Alpeve, në fakt përpiqen ta prezantojnë si zhvillim. Por në realitet ngjanë më shumë me projekte pa transparencë, pa kritere dhe me rrezik të madh për konflikte pronësie. Kur një projekt nuk ka kufi të qartë, nuk ka transparencë financiare dhe nuk ka kritere publike, atëherë hapet dera për atë që kjo qeveri di të bëjë më mirë. Favorizime, grabitje pronash dhe klientelizë. Ka një pyetje që askush nga qeveria nuk i përgjigjet. Si ka mundësi që fondet për Alpët dhe zhvillimin malor përfundojnë në zona bregdetare? Nëse projekti quhet Porta e Maleve e Alpeve, pse përfshihen territore që identitetin ekonomik e kanë të deti, turizmi bregdetar dhe tek fusha? Kjo bën projektin të duket jo si strategji zhvillimi, por si një hartë politike interesash. Këto paradokse nuk janë gabime teknike në fakt, janë mjegull politike. Sa më i paqartë projekti, aq më lehtë bëhet ndarja fondeve dhe privilegjeve për klientët e qeverisë. Dhe kur shteti nuk jep harta, kritere dhe as transparencë, njerëzit kanë të drejtë të dyshojnë se pas zhvillimit fshihet një operacion për kontroll territori. Kur flitet për portën e Alpeve, për Lezhën dhe Shkodrën, askush nuk shpjegon. Sa fonde shkojnë të secili qark? Cilat janë projektet konkrete? Kush përfiton? Me çfarë kriteresh? Paradokset në fakt, që duken në sipërfaqe, gjithmonë shehin interesin poshtyre. Me këtë qeveri, Alpet kanë zbritur deri në det në Lezhë, që ka bregdetin, lagunën, fushën, që na doli pa pritur porta Alpeve. Me këtë logjik, nesër në portin e Shëngjinit mund të bëjmë një stacion skish, pa problem. Ky nuk është projekt zhvillimi. Kjo është një gjeografi sipas tenderit. Ose Alpet kanë lvizur nga vendi, ose fondet po ecin sipas interesit. Kur qeveria fut bregdetin të porta Alpeve, nuk po ngatron hartën. Po teston sa shumë mund të deformojnë realitetin pa dhënë kurrë asnjë shpjegim. Lezhë ka detin. Paradokse që duken sipërfaqe shpesh fshehin interesin e vërtet, po shtyre përsëris, por për pushtetin rëndësi nuk ka relievi. Rëndësi ka relievi i interesave. Në këtë vend edhe malet nuk ndjekun marrën atyre, ndjekun klientin. Kur zgjidhjet manipulohen, ekonomia kontrollohet nga klientela dhe parlamenti trajtohet si dekor, atëherë sigurisht që Al Capone nuk është më figurë filmi. Është model qeverisjes dhe projekti i pakesë maleve dhe i portës Alpët është njëri prej tyre. Unë do kisha dashur shumë për me e votu dhe ndoshta edhe do e votoj, por unë jam e bindur se paret që ju i quani me emrin e bukur interesant Porta Alpeve, do shkojnë rrush e kumlla. Faleminderit. Zoti Malaj, keni fjalën, të përgatitet zoti Balliu.